Dita ndërkombëtare shëndet. Partia e Drejtësisë dhe kanë ushtrim me rastin e ditës ndërkombëtare të shëndetit, ka organizuar shpërndarjen e 500 fletushkave për qytetarët e ushtrisë me tematikën se si ta ruajmë shëndetin, me të vetmin qëllim që të vetëdijsohen qytetarët dhe që të kenë kujdes të shtuar në ruajtjen e shëndetit dhe përveç kësaj të marrin të gjitha masat të nevojshme për një jetë sa më të mirë dhe sa më cilësore për shëndetin e tyre. Ky aktivitet është aktiviteti i parë i këtij lloji që organizohet në ushtri dhe sot është aktiviteti vetëm që organizohet prej partive politike në kuptimin e ngritjes së vetëdijes së qytetarëve për këtë arsye këtë ditë dhe për këtë arsye ruajtjen e shëndetit të tyre. Në të njëjtën kohë, secili drejtohet për shëndetësi dhe për kujdesje sociale në ushtri në bashkëpunim me Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare kemi shënuar këtë ditë me 2 aktivitete, përkatësisht me matjen e opinionit publik për shërbimet shëndetësore që i ofron shërbimi parësor në ushtri.